Përshëndetje Zhurma. Përshëndetje. Faleminderit që je sot me ne. Zhurma ka qenë një nga mediat që ka ndjekur nga afër protestën për 50 ditë radhëzi, duke sjell pamje dhe raportime nga terreni. Sot do të flasim për përvojën tuaj gjatë këtyre ditëve, për foltoren e protestës, ku vendi qytetar dhe rolin e të rinjve në këtë lëvizje. Mund të përshëndet. Dashur miq, e përshëndesim. Tani Zhurma ka qenë prezent çdo ditë. Si do t'i përshkruanit këto 50 ditë me pak fjalë? Këto 50 ditë kanë qenë meraviglioze, me thonë. Meraviglioze, se si gjejmë një shprehje tjetër. Ka pas një energji shumë pozitive. Më në fund unë kuptova që nuk isha i vetëm në këtë botë, që mendoja si taksapagues që kërkoja llogari atyre që ne i paguajmë me taksat tona, atyre që i delegojmë kompetencat tona për na përfaqësuar ne, dhe normalisht ne jemi ato që kërkojmë llogari. Dhe unë mendoja që isha një zë, po aty e kuptova që ishin 200.000 zëra që mendojmë njësoj, edhe për këtë jam shumë i lumtur, domethënë, kjo është kryesorja. Në rregull. Çfarë ka ndryshuar nga dita e parë dhe deri sot? Fryma është po e njëjta. Koncepti, domethënë fryma, koncepti i njerëzve, qytetarëve që kanë dalë nga dita e parë dhe deri sot ditën e 50, është po i njëjti. Ka vetëm ndryshime si gjithandej që ka njerëz që duan me bë protagonistin, duan me kap trenin që i ka hik për 50 vjet për shembull, duan me kap tani mas 50 vjetësh. Po çdo gjë është me moshe, çdo gjë ka kohën e vet. Kur po të hiku koha, mirupafshim, kap trenin e pensionistit për shembull. Mund ta bësh trenin e pensionistit, mund ta bësh shumë mirë. Unë për shembull mund të kap trenin e raportuesit, mund ta bëj shumë mirë. Po s'mund ta bëj dot kap një tren që s'm takon. Treni i gjeneratës Z është tren tjetër, treni i gjeneratës Alfa është tren tjetër, treni i taksapaguesve që jemi të gjithë bashkë, këtu po mund të hypim me i tren. Por të bësh pastaj kapësh trenin që s'takon, kjo është e pa logjikshme. A mendoni se protesta ka arritur të përcjell mesazhin e saj tek publiku? Po, patjetër. Protesta e ka përcjell mesazhin, publiku është aq inteligjent, saqë nuk ka nevojë fare të bëj të tregoj kush është, ose të bëj polemika me njerëz koti, domethënë me njerëz kot. Ato e kanë kuptuar, edhe e kanë mbështet protestën edhe do ta mbështesin. Cili ka qenë momenti më domethënës që keni raportuar? Më domethënës si ka qenë kur diaspora, a përshëndes, na ka mbështet me intuit, edhe ka qenë shumë krah. Domethënë na ka dhënë një mbështetje shumë të madhe. Kjo ishte domethënia më e madhe e kësaj proteste. Në rregull, do të bëj edhe disa pyetje për foltoren e protestës. Nga këndvështrimi juaj si gazetar, çfarë gazetar amator. Natyral, domethënë. Çfarë roli ka luajtur foltorja në këtë lëvizje? Foltorja ka pas
pozitivet e veta dhe negativet e veta. Në këto duhet me i thonë. Ka qenë pozitive, sepse njerëzit që janë të papërfaqësuar, të padëgjuar, i ka dhënë mundësinë që të shprehen. Ka pas negative se ka dash gjatë 50 ditësh, domethënë, jo vitesh, 50 ditësh ka pas individ që e kanë marrë mikrofonin edhe veshin ke xhepi vogël, edhe mendosin se ishin pronar. Po gradualisht këto u sfumun, domethënë, sepse kur sitet mielli, domethënë dalin krundet jashtë loje vet nga mielli. Edhe ka negative që duhet më riparu, domethënë, normalisht këto janë gjëra që riparohen. Njerëzit duhet flasin nga 1 minutë, 2 minuta, për shembull, varet se si do të caktojnë atë rregull. Edhe flasin çfarë duan. Kushdo që flet aty nuk përfaqëson gjithë protestën, po duhet përfaqëson pjesën personale. Dhe publiku, media, institucionet e spikasin vetë atë që duhet. Po. Nuk duhet me regji, se me regji është i ngjak këtyre partive. Okej. Cili ose më sa ka patur një fjalim që ju ka lënë më shumë përshtypje dhe pse? Më thënë drejtën ka pas shumë fjalime aty. Po fjalime që më kanë ngjitur kanë qenë fjalimet e gjeneratës Z. Tjerët pastaj janë ndje keq, po kaq kapacitet. E kuptoj. Pyetja e radhës, a mendoni se foltoria ka arritur të mobilizojë më shumë qytetar? Foltoria që u bë dje. Pra atë foltoria ka një fjalën, kuvendi popullor apo foltoria kjo e mikrofonit. Mikrofoni ka mobilizuar ato që kanë qef të bëhen protagonizmin, por ka çmobilizuar shoqërinë e emancipuar që i rri larg, domethënë i rri larg sepse unë nuk e përfaqëson. Ti po ta shohësh që mikrofoni është bërë dhe si zot na falë, po si azile plesh. Kupton? Dhe ka rëndësi që mikrofonin ta majnë mirë fort ata që e kanë, po se çfarë kanë aty dhe kush flet nuk ka rëndësi për ta. Dhe kjo është për të bërë një refleksion që për bërë një refleksion kundrejt foltores. Në rregull, kam dhe një pyetje të fundit për pjesën e foltores. Çfarë mesazhi është përsëritur më shpesh nga folësit gjatë këtyre 50 ditëve? Mesazhet kryesore janë ato 5 pikat e famshme që i artikulojnë gjithmonë. Kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit, kërkojnë urojnë më shumë, mund ta themi, urojnë gjithë sheshi uron që kryeministri edhe kryetari i opozitës të jenë burg. Më thënë është urim, nuk është kërkesë, ajo është urim. Po këto e lexojnë ndryshe, se kush e lexon ndryshe. Unë e lexoj këtë që gjithë populli marr, i uron dhe i lutet Zotit që këta të dy të jenë burg. Kjo është ajo. Tani do të bëj edhe disa pyetje rreth kuvendit. Dhe njëra nga to është si e vlerësoni organizimin dhe rëndësinë e kuvendit nga pikpamje gazetareske.
ose vetë si person? Nga pikpamja gazetareske nuk mund të flas në emër gazetarëve sepse unë jam vetë gazetar i profesionist, s'bëj pjesë me asnjë union gazetarësh, sepse kjo botë nuk lejon vakum. Nëse gazetaria nuk bën punën, del një gazetar amator. Nëse policia nuk bën punën, del një polic amator. Nëse prokuroria nuk bën punën, del një prokuror amator. Dhe gazetaria e ka çuar veten në këtë lloj pike, saqë nuk përfaqëson asnjë dhe ka dalë si puna ime, ka shumë portale që janë detyruar të bëjnë gazetarin, sepse gazetaria nuk është më gazetari, po është kryer në një kino studio Shqipëria e Re që bën propagandën e pushtetit të radhës. Në rregull. Çfarë e dalloi Kuvendin nga protestat e përditshme? Kuvendi, unë kam qenë kundra në Kuvendit, jo unë, po të gjithë, domethënë, sepse njerëzit aty kanë dalë 500.000 veta, 200.000 veta, 100.000 veta, 20.000 veta, kanë dalë kundra personave që vet shpallen, vet organizohen, vet koordinohen, kjo protestë ka dalë kundra këtij sistemi, jo sistemi juridik, po sistemi kryetarlik që vet shpallen. Unë jam mbret, thot ai, edhe a jeni ju dakord me mua që unë jam mbreti? Po kjo është sindroma e Jeruzalemit, është smundje patologjike, këtu ka shumë me këtë sindromën e Jeruzalemit. Njëri thot jam profet, tjetri thot jam kryeminist, tjetri thot jam mbret, tjetri thot jam i dërguar, tjetri thot jam kryetari i Kuvendit, tjetri thot ne jemi këtu, atje. Kjo është sindrom psikologjike dhe kurohet nga psikiatrët. Por sepse shoqëria nuk e pranon Kuvendin, nuk e pranon më. Këto janë ca hiena në çdo tubim, ka ato hienat e veta dhe të shfrytëzojnë, për shembull, ja kanë shfrytëzuar i djalë, për shembull, moshë re ai, të shfrytëzojnë, i thanë thuaj ti, artikulohet ti punën e Kuvendit, e bën atë si tabel qitje dhe bëjnë dyftërshin, thonë jo, kur janë me atë thonë jemi dakord, kur s'janë me atë thonë ne s'jemi dakord dhe bëhen pjesëmarrës në këtë Kuvend. Dhe e panë që po dilte çun Kuvendi, këta do merrnin frenat e Kuvendit, po doli gocë, ja lanë vetëm aty derë, edhe po sido që dali Kuvendi nuk përfaqëson asnjë. Kuvendi përfaqëson vetëm ata që kanë sindromën e Jeruzalemit dhe i bin mandolinës kot, kaq, shumë e thjeshtë. Dhe Kuvendi është bërë për të larguar gjeneratën Z, që nuk e shef dot me sy punë, edhe për të prish protestën, kaq, shumë e thjeshtë. Dhe kjo ishte pyetja e radhës. A mendoni se Kuvendi do ketë ndikim në vazhdimsinë e protestës? Si gjë më fare, janë ca i bin mandolinës atje ke Hotel Tirana, edhe ashtu ka sa duhet që bëjnë mbledhje. Unë kam pa edhe në për shumë institucione, për shembull institucione riedukuese ose kuruse, kam parë shumë kuvende që bëjnë kuvend. Kam parë edhe në për kafene në fshatrash që bëjnë kuvende, heqin një kryeministër, vej një kryeministër, shkarkojnë një ministër rendi, vej një ministër mbrojtje. Domethënë kështu kuvendesh ka kudo në Shqipëri edhe nuk është ndaj ata e madhe. Le të vazhdojnë të kanë punën vet.
Në rregull. Do të bëj disa pyetje rreth medias. Sa e vështirë ka qenë të raportoni nga protestat çdo ditë? Ka qenë aq e mirë, domethënë aq adrenalin se ka pas ajo, ka pas po aq edhe vështirësi, sepse shkojnë në proporcion të dyja, 50 me 50. Domethënë sa më shumë ketë adrenalin në protest, po aq ta kthesh monedhën nga krahu tjetër, po aq e vështirë është që të raportosh. A mendoni se mediat shqiptare i kanë kushtuar vëmendjen në dur kësaj proteste? Ja, mediat shqiptare e thamë dhe më lartë. Mediat shqiptare janë të qeta, banditash, ku si ku do ka kështu ku vende, ka domethënë ka gazetar kolltuqesh, jo ato që janë terren, ato janë njerëz, ato janë thjesht, edhe ato çdo moment e kanë pasqyru protestën për ta sabotuar. Domethënë, edhe njerëzit që i kanë ftuar nëpër banaqet televizive, i kanë marrë për t'i denigruar si figura, për t'i tallur, edhe kjo është qëllimi atyre, sepse nëse ndryshon sistemi, nëse ndryshon ky lloj sistemi, jo sistemi demokratik, po sistemi i meritokracisë, këto media pastaj kthehen në qebaptore, se nuk merret më njeri me ta, edhe i bie që të rrim pa punë, dhe të gjithë më majnë vendin e punës, me thonjë, në kurrizë të Shqipërisë dhe të ardhmes të fëmijëve tanë dhe të niperëve tanë. Se kjo është kurrizë të ardhmes, nuk është s'është e përkohshme, është për një vit edhe del gjë tjetër. Kjo është ti mash kurrizë gjithë brez mas brezi kanë. Dhe një pyetje kam rreth medias. Si ka qenë reagimi i publikut ndaj raportimeve të zhurmës, portalit? Po, reagimi ka qenë pozitiv, pjesërisht, ka pas kritika. Falenderojmë ato patronazhistat që na kënaqin me ato. Si mendoni, ka shumë patronazhista që ju ndjekin? Patjetër. Po jo kanë urdhër partia. A kanë marrin urdhrat nga lart, siç është aktivisti jep urdhër për shembull aktivisti dhe patronazhisti është zbatuesi. Po këto kanë grupe në WhatsApp, si funksionojnë që se e shikoj, domethënë, mu mendoj që gjithë bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Po patjetër, janë grupe fuqishme dhe futen. Për shembull ka adresa robot, ka adresa të fsheta, dhe po tash që të bëhet e besueshme, kanë gjetë ca njerëz që dalin me fytyrë, me u bë të besueshëm që ka dhe kështu qytetarë që mendojnë ndryshe është mirë, po që të sabotosh edhe të punosh kundra vetes tate, kundra Shqipërisë, është gjë tjetër. Dhe që të bësh kritikun është gjë tjetër, po këto punojnë kundra Shqipërisë për 2 lek qelta, që ne i vjedhin neve, i marrin prap nga taksat tona, dhe i shërbejnë pushtetit. Duke marrë parasysh pushteti është opozit dhe çdo pjesëtar i administratës është pjesë e pushtetit, sepse këto e kanë bërë partia dhe shteti janë bërë një, janë bërë si partia punës e Shqipërisë. Çdo partia bën populli dhe çdo populli bën partia. Dhe këto i shërbejnë vetëm uzurpimit që kanë bërë shtetit normal, dhe kanë bërë shtetin me leck, s'ke ku ta kapësh. E kuptoj. Kam disa pyetje rreth si e shikon në të ardhmen e kësaj proteste.
Çfarë prisni të ndodh pas 50 ditëve, e cila sot shënoi dita e 50 më saktë? Çfarë pret që të ndodhi? Asnjë gjë më kjo do ri në status quo që është. Njerëzit presin që pushteti të reflektojnë. Pushteti thotë neve po reflektojmë, po e lexojmë protestën. Po kemi një fenomen. Njerëzit thotë ore po na shkatërro korrupsionin. Kanë 50 ditë që thonë po na shkatërro korrupsionin. Do thonë po e lexojmë protestën dhe më e bukur është korrupsioni nuk po paksohet, po shtohet. Domethënë që ku ka filluar protesta, nëse dje para protestës pagushe 10.000 lekë vjetra në spital, kur filloi protesta u rrit pazari, u boi 20.000 lekë. Domethënë protesta ka kriju presionin, edhe këto thonë hajde tash të kapim çfarë të kapim se ne do ikim. Po. Ama reflektim nga pushteti dhe nga ankat e shtetit është zero. A mendoni se kjo protestë do të hyjë në histori si një nga protestat më të gjata qytetarë në Shqipëri? Thjesht një përgjigje e shkurtër. Patjetër. Kjo mund ndodhi një herë në çfarë them për shembull në historinë e Shqipërisë. Nuk e di, sepse ne nuk kena as arshiva, se i kanë ndjek këta, po çka kena në gjuhë nuk ka pas shumë lëvizjesh. Domethënë kjo mund ndodhi një herë 1000 vjet, kur në ka pas Bizantia, nuk e di se nuk janë të dokumentume, po nuk ndodhin shpesh to, sepse është në të njëjtin gjatësi vale, mendojnë të gjithë njësoj, si ato që janë në Zeland të Re, si ato që janë në Afrikë. Shqiptarët, domethënë, mendojnë të gjithë njësoj. Dhe kjo është veçori është ynore, nuk është toksore, me pak fjalë. Doja të bëj disa pyetje rreth gjeneratës Z. Tek pjesa për pjesëmarrjes protestë, sa të angazhuar kanë qenë, a janë bashkuar me protestën. Dhe një ndër pyetjet është, pse mendoni se gjenerata Z nuk ka qenë aq e pranishme në këtë protestë sa pritej? Për shembull, kanë qenë protestat në shtetet e tjera, por nëse i ke parë që gjenerata Z ka hedhur pushtetin etj. Po në Shqipëri pse nuk po ndodhe e njëjta gjë? Gjenerata Z ka qenë prezent ditët e para, por këtu ka është një lloj specie që quhet kërmill. Dhe kërmilli kudo që lëviz, lëçon një jarg. Dhe momenti që doli gjenerata Z u futën kërmilla. Është nuk e di kush e lufto këtë kërmilli, që t'i zhduki si specie. Edhe u futën kërmillët dhe jargavitën gjithë protestën duke i shërby pushtetit. Dhe ky pushtet rrin këmbë pri kërmillave. Dhe kërmit tani e sfumuan, e bën me jarg gjeneratën Z. Gjenerata Z është duke na pa nga platformat digjitale, s'merren fare me televizionet fare. Edhe ato presin momentin që si i kanë bërë pisma, janë bërë dhe gjenerata Z është bërë me jarg. Domethënë janë kërmime, nuk e çfarë bësh. Është njësoj si ty është me një livall dhe është gjithë kërmi atje, dhe ato të njëjtën nëpër këmbë, është lemeri. A është problem mungesa e interesit të rinjve, apo protesta nuk ka arritur t'i përfshijë ata? E thatë, ka një pjesëmarrje ka patur në fillim, po gjatë ditëve ka rënë pjesëmarrja atyre. Protesta i përzuri ata. Jo si përzuri me kuptimin se ato të gjujnë me domate, ato ku spjerdin, ato nuk të llogarisin fare, më falni për shprehjen, po ato nuk të bëjnë zero fare. Ato nëse gjujtën me vezë së radhë, do të gjujnë me pampers me mut do t'i gjujnë. Problemi është që ato nuk du me ditë fare, ma as për kërmilla.
Problemi është që këto kërmillat i zun vendin dhe ato janë aq të ndjeshëm nga jargët, nga shpifësirat, sa që largohen. Nuk është problemi se i kam përzën. Ato në momentin që do më mobilizohen, do t'i gjojnë me pampers, me kak bebesh, do t'i afusin të rive këtyre, se nuk du me ditë fare. Problemi është që se janë dhe pushimet, janë dhe ato, janë bë dhe pis me jargë, sa pastor jargët, se unë nga darun më gjithë, nga darun këto jarga gjithë, kërmillat, i nga darun me generat Z, me generat Millennium, edhe generata qashtë ZX-i, nuk i di dhonë. po ZX janë ato, është generata ime, është dhe generata epoka akullnajave e bolshevizmit, atyre si ka shkri akoma akulli i bolshevizmit, ka ca prej atyre që janë, do me thënë, nuk i pati kap ajo fryma e Siberisë. Okej, më falë që të ndërpres. Si pas te, çfarë duhet ndryshoj që më shumë të rinj të t'i bashkojnë kësaj protestat? Çfarë do ndryshoj? Ato janë ndryshimi vetë. Ato janë ndryshimi, ato momentin që do heqin jargët nga rrobat e tyre, se janë të u pastru për momentin, ato do t'i marrin fare, me gjithë ato që janë aty ke protesta. Me gjithë mikrofon e me gjithë ato rraqe që rrinë aty, se ka ore ka e kur ishte ma aty kupton, kudo ka nga i pik skrapi, ka nga i pik skrapi, rraqesh. Kudo që do futesh, do vinë këto kërmin, edhe do kthehet një vend skrapi. Në rregull, çfarë mesazhi do t'i dërgonit ju të rinjve që e mbështesin protestën, por nuk marrin pjesë fizikisht? Të rinjt nuk kanë, unë nuk mund flas dot në emër të rinjve, se ato të gjynë me domate. Ty përshëndes. Ato të gjynë me domate. Unë të flas për të rinjt që kam në shtëpinë time. Për te shtëpisë time unë s'mund flas dot. Po ato janë gjithkohës në protestë. Janë gjithkohës në protestë edhe kërkojnë ndryshimin me çdo kusht. Sepse ju ka zënë e gjithë hapësira të rinjve, ju ka zënë gjithë hapësira, nuk kanë më vend ku të rinë më këtu. Kupton? E kanë bërë tokë të xhanun në institucion, domethënë nuk ato e shohin që s'kan më vend këtu. Dhe kjo është lufta vdekje. O do çajnë këtë sistem dhe do futen, jetojnë në Shqipërinë e vet, tokën e vet, ose do të kundër do ikin gjithë, kaq, është shumë e thjeshtë. Dhe do rrinë kërmijë pastaj. Tu do bëhet vendi kërmive, gjithandej që lëpihen në jargaxhit, janë ato lëpirsat, gojorsat e kështu. Do të kthehet një lemeri fare, do bëhet porto fare domethënë. Dhe një pyetje. Shpesh për gjeneratën Z. Shpesh thuhet se gjenerata Z është zëri i ndryshimit. Pse mendoni se ky zë nuk është dëgjuar aq fort në këtë protestë? Për fajt të kërminjve, Kërmit, po gjenerata Z, në momentin që do kuptoj kërmillin, do t'i shohësh kërmin ti, do i shtypin me kohë kështu, do i dalin ato zorrat që shklajç, aty në kërmive që janë nëpër se dalin si pas shiut, kërmit dalin mas shiut dalin kështu shpërndahen nëpër terren. Në rregull Zhurma, ishte një kënaqësi. Ky ishte një rrëfim nga një prej gazetarëve, ta themi, amator, natyral, që e ka ndjekur këtë protestë nga afër për 49 ditë, e cila sot do shënohet dita e 50. Faleminderit për intervistën dhe faleminderit të gjithëve që na ndoqën. Ne do vazhdojmë t'ju sjellim zërat dhe historitë nga terreni. Faleminderit shumë. Dashur miq, ju përqafoj. Gjenerata Z, I love you. Shifemi sot më si është? Sot më shumë tek sheshi